Unë jam Lori, jam 24 vjeç, vjen nga Tirana, Shqipëri. Kam ardhur këtu në Liv Hospital për një ndërhyrje në kokë nga doktor Mete Karati. Atëre unë jam Teuta, mamaja e Alborit, që vim nga Shqipëria, nga Tirana, për të kryer këtë ndërhyrjen të djalit, që është ndërhyrja e 7 për të. Edhe më në fund zbuluam këtu këtë spital të mrekullueshëm, që me shpresa, me fjalët e doktorit deri tash jemi shumë të kënaqur, shpresojmë që edhe të gjitha ndërhyrjet të vështira, që nga çdo ndërhyrje kanë dalë probleme të tjera. Shpresojmë me këtë ndërhyrje të mos ketë më djali probleme. Me spitalin jemi të kënaqur, me stafin, doktori mrekullueshëm, duar të harta që atë që na premtoi e realizoi. Për transparencën, për çdo gjë, siç na tha, na tregoi, ashtu dolën edhe gjërat. Ne vlerësojmë jo vetëm punën, zanatin, po ne vlerësojmë shumë edhe transparencën. Prindin, ato mos sqarimet, mos tregimet, vërtetat, ato janë akoma një stres tjetër më vete. Po jo, faleminderit prej doktorit që çdo gjë na e tha siç ishte edhe e bëri siç na tha. I falenderojmë të gjithë në përgjithësi, pa u përmendur emrat, për shërbimin që na kanë bërë, për kushtimin, për çdo gjë. Shpresojmë që edhe njerëz të tjerë që kanë këto probleme që i kemi ne, të vinë të gjejnë zgjidhje. Ju urojmë gjithë të mira të gjithëve. Faleminderit.